Ky është një bashkëpunim me Salvatore. Dhe Halore, Kryetari, ja pitam florën që një pëjtë. Dhe qitje, qërë, a bashkë? Këtë është të që ka shkjemë bashkë. Jebe kryetarit. Qofte marë. Hajde urime. Sot jam këtu 2 herë. Së pari sekretari i bashkisë, së dyti si ambasadori i paqes. Bashku me miqtë e mi, me kolegët, me drejtuesit e ambasadorëve të paqes, kemi filluar një nismë, një iniciativë shumë domethënëse, me mjaft interes për qytetin e Elbasanit, atë të shtimit të sipërfaqeve të gjelbërta, duke mbjellur pemë dhe duke marrë përsipër për të mbirmbajtur një sasi të saktuar, pse jo për të vazhduar në sipërfaqe të tjera për qytetin e Elbasanit. Kjo iniciativë nuk është thjesht se po mbillen 2 apo 3 palma, nuk është thjesht se po punohet një parcelë ose 2 parcela, por kjo është një iniciativë e cila duhet të sensibilizojë të gjithë qytetarët e Elbasanit, pasi është mjaft jetike për këtë qytet, mjaft jetike për shkak të ajrit të ndodër të këtij qyteti, mjaft jetike për shkak të klimës së thatë të këtij qyteti, dhe nëpërmjet avullimit të ujit, nëpërmjet pemës, gjetheve, gjelbërimit dhe sipërfaqeve të vogla ujore, ne arrim të zhbusim sadopak klimën e këtij qyteti, ne arrim të bëjmë qytetin sa më të pranueshëm dhe të gjelbërt, për cilën kemi shumë nevojë. Pavarësisht nga kujdesi që mund të tregojë institucioni i bashkisë, është shumë pak krahasimisht me atë që mund të bëjë çdo qytetar. Dhe unë shpresoj që iniciativës dhe veprimtarisë të misionarëve të paqes, kjo të arrijë këtë çdo qytetar, tek çdo familje e cila mund të arrijë, ke çdo institucion që të marrë në patronazh për të mbajtur një sipërfaqe, për të mbjellë qoftë edhe një lule në sipërfaqet tona të gjelbra dhe për të shtuar ato. Edhe herë faleminderit misionarëve të paqes, faleminderit dhe ju që e propagandoni dhe nëpërmjet jush ne sensibilizojmë gjithë opinionin. Faleminderit zonjë që keni ardhur nga Tirana. Federata e Paqes Universale zhvillon sot këtë aktivitet në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit dhe në kujdesin e veçantë të kryebashkiakut zotit Sejdini. Ky aktivitet, që nuk është i pari, por nuk do të jetë dhe i fundit, ka për qëllim rikonstruksionin e pjesëshëm të lulishtes dhe ne shpresojmë që ta vazhdojmë mirëmbajtjen e lulishtes në të gjithë territorin e saj. Ky rikonstruksion u bë i mundur fal kontributit të të gjithë ambasadorëve të paqes në qytetin tonë, por në të njëjtën kohë edhe në ndihmën e Federatës së Paqes Universale me qendër në Tiranë. Ne ftojmë të gjithë qytetarët të japin kontributin e tyre për mirëmbajtjen e qytetit, sepse vetëm kështu ne kujdesemi për fëmijët tanë.